Para se të kishte histori për t'u treguar, kishte vendime për t'u marrë. Hajdar Ahmeti ishte ndër të parët atëherë e vendit vazhdon t'i shërbej edhe sot. Si pjesë e njësisë të parë të ushtrisë lirimtare të Kosovës në zonën e Dugagjinit, ai hyri në një rrugë ku fjala liri kishte çmim, në heshtje, në përballje, në sakrificë. Ai ishte aty, jo për lavdi, por për detyrë. Atëherë, si që thash, unë kam nderin që kam sot të ftuar Hajdar Ahmetin. Hajdar, faleminderit që ke pranuar ftesën edhe që je këtu. Mirë se erdhe. Qoftë më nderë, kënaqësi e jone. Atëherë, me aq sa diun, ti ke qenë në njësinë e parë që është organizuar të UÇK-s. Qysh e morët vendimin, qysh u kyçet, qysh filloi gjithçka për juve? Përshkoj pak ma për te të kyqes në radhët të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Viteve të 90-ta, si që dihet, në Kosovë ka qenë gjendje shumë e rënduar prej pushtuesit që gjithçka kishte filluar të shkatrojë këtu në Kosovë. Dhe në vitin 1993, Jabllanica duke u gjendur në këtë situatë që ish krijuar për pushtuesit, filloi një rezistencë aktive të armatosur ndaj pushtuesit serb. Aty jemi angazhu gjithë fshati, të fillu prej pleqve deri në fëmijë të vegjël. Mandej, në vitin 1994, është pa nevojshme që të krijohet një krah ushtarak që të përgjigjet pushtuesit për të bombët këtu. Dhe në shtator të vitit 1994, kam pas nderin dhe fatin që të kyqem radhët të ushtrisë lirimtare, në grupet e para gorile që mund të them së bashku edhe me nipat e Glogjanit, ka qenë grupi i parë në zonën e Dugagjinit. Me nipat e Glogjanit, do me thonë ju keni bashkëvepruar në fillim me Lahib Brahimajn, apo? Po, Lahib Brahimajn, Sadri Zenelin, Gjavad Zenelin, Esen Ibrahimaj, Selim Ademin, herojt Mirë Zenelin, Nasir Ibrahimin, edhe mi gjitha bashkë me nipat e Glogjanit, generalin Ramush Haradinaj, Davut Haradinaj, edhe herojt Luan Haradinaj, Eshkelzen Haradinaj. Gjithashtu, prej mërgatës që na ka përkrah dhe na ka mbështet, qoftë në mënyrë financiare edhe me logjistik, me armatim, generalin Nazmi Ibrahimaj. Do me thonë, tash në qato fillimet, qysh jeni organizuar me armatim? Qysh jeni armatos? Ka i murt? Si dihet, ka qenë gjendje vështirë, ekonomike, viteve të 90-ta, sepse pjesa më e madhe, emrave që i përmenda, ne nuk ishim marrëdhënie punë dhe gjendja ekonomike ka qenë shumë e keqe. Por fol edhe mërgatës, si që theka edhe generali Nazmi Ibrahimi, po ashtu edhe generali Ramush Haradinaj na kanë përkrah dhe na kanë mbështet edhe financiarisht, edhe me armatim. Neve armatimin e dashtë me siguru në Shqipni me e bardhë dhe me e sjell në Kosovë. Fal atyre se neve nuk ishim mundësi tjera financiare që të sigurojmë armatim. Tash, masi që jeni organizuar si grup, a i man men ato aksionet e para në cilat keni marrë pjesë? Po, i mbaj men, por tash nuk du të shkojnë në detaje se cilat aksione, por kem marrë pjesë në aksione bashkë me gjithë që i ceka, por kem pas rast që në aksione të morim pjesë së bashku edhe me generalin Recep Selimi, që tani fatkeqësisht është në Hagë atje që përmbahet padrejtisht për... Do me thonë, keni qenë bashkëluftëtar në betejë të caktuar. Bashkërisht kem qenë edhe në aksione guerrille që kem sulmu stacionet policisë me të dhe me gjithë shokë tjerë që i përmenda të grupit. A kujton ndonjë moment veçantë që e keni pas me Recep Selimin gjatë këtyre aksioneve? Po me Recepin kem pas rast të thojmë shumë për brenda territorit të Kosovës, të i shpërnda armatim, të i taku shok për me organizu aksione gjitha. Por
e veçoj aksionin që e kem kryer në stacionin e policisë në Ratkovcat. Ka qenë një prej aksioneve që kem organizu grupet prej Ablanisë që jemi nistu, ka qenë aksioni që ka qenë mas larg të terreni për me mbrije atje në Ratkovcat. Dhe bashkërisht me Rexhen prej Kullës, Le Ibrahimit, jemi nisë, kem kryer aksionin dhe jemi kthy. Terreni e kem pas shumë të largët, por edhe të vështirë, edhe rrugës ka jemi kthy tek ura e Kramovikut. Aty jemi përballkalu me autoblindën e cila ishte duke ardhur për mu vendos në udhkryshin që e lidhë edhe Ratkovcin me rrugën Gjakov-Klin dhe me nëzon pozicion që ata që këshin kryer aksion të presin aty. Por neve kem bërë pak më shpejt dhe në rrugën para se me hynë në Cermjan jemi përballkalu me autoblindën. Ka qenë moment shumë i vështirë sepse po megjithatë keni shpëtu pa kem ardhur pa asnjë problem dhe nuk kem pas asnjë humbje rreth aksionit që kem kryer. Meqense se pas ke kalu kohë me Recep Selimin, çu ka qenë si njeri? Çu ka qenë si? Keni qenë edhe në moshë shumë të ri të dytë, po besoj në atë kohë. Mund të them jemi rrit me Recep. Jeni rrit bashkë. Sepse ditë më të mira të rinisë, Recep e ka kalu me neve këtu në Jabllanicë. Dhe unë në përgjithësi e përshkruaj shok i dashtun, komunikativ, organizues i mirë, por edhe trim. Padyshim. Shpresojmë që të kthehet së shpejti. Besoj që po, sepse ai çdo gjë që ka vepru, ka luftu, ka mo për shlirimin e vendit dhe për krimin e shtetit që ne sot e gëzojmë. Dhe nuk ka bo asët një krim për cilat akuzohen atje prej qarqeve tjera. Patjetër. Dashakeqe të vendit tonë. Nuk ka dyshim për atë pjesë. Tash keni pas përjetimet shumëta edhe keni qenë momente të vështira. Po cilat janë disa ndoshta nga ato momentet që ti i din si më të vështira, që ti ke përjetuar mas ronde në krejt këtë periudhën që keni qenë luftime? Sigurisht se çdo gjë që fillohet, në fillimi është i vështirë. Dhe për neve ka qenë shumë e vështirë në atë kohë organizimi, furnizimi dhe veprimi në aksion. Momentet më të vështira i vlerësoj ato që neve atëherë ishim në numër shumë pak dhe përballë keni pas një ushtri të madhe. Sigurisht. Edhe u dashte që me 2 a 3 veta të udhtoje për në Shqipëri me armatos, me sjellë armatim, kanë dhe rrugët që udhtonin për Shqipëri dhe për me u kthy kanë qenë shumë të vështira, shumë rrezik, sepse kanë qenë rrezik edhe ka pjesa e Kosovës nej prej ushtrisë serboslave, edhe ka Shqipëria edhe sepse edhe andaj funksionon të shteti, policia, ushtria. Kështu që më së vështirë e kem pas që të udhtojmë, të sigurojmë armatimin dhe të kthehemi s'është mirë. Ju këto rrugë zakonisht i keni bërë me kom apo çdo herë kem bërë kom. Kam pas fatin dhe mund ta quaj edhe nderin që të udhtoj bashkë me heroin e kombit Luan Haradinaj disa herë për Shqipëri edhe kthimin në Kosovë me armatim. Zbashku edhe me generalin Le Ibrahimi, Xhevat Zenelin. Dhe për neve shumë madhështore kur ktheheshim në Kosovë me armatim për të sjellë shokëve e po ashtu edhe vetë që ta shfrytëzojmë ndaj okupuesit apo ndaj ushtrisë dhe policisë serbe. Ndoshta me fjalë nuk mund ta përshkruaj gjithë veprimtarinë edhe atë që kam përjetuar me Luanin, se ndoshta mund ta prishim me fjalë sepse ajo ka shumë më ndoshta në një moment më specifik që e kujton. Po kem shumë, sepse sakrificat që kem kalu gjatë rrugës për me ardhë me Luanin kam janë shumëta.
se përballeshim edhe me Keni rënë prita ndonjëherë? Keni Jo, pas ndonjë fatbarësisht jo, sepse du ta veçoj këtë se Luani i njehte mirë shtigjet e brezit ka njoft kufitarët terrenin. ku më lu. Dhe aty ku ai vendoste për më kalu, e kalon për mrekulli sepse ai ishte strateg në atë lami dhe nuk ishim të lasë asnjëherë. Por kur kishim Luanin, ne ishim shumë të sigurt, sikur të kalonim për një fshat në një fshat tjetër, se ai e njehte E ka mirë njoft terrenin. Po cilat kanë qenë ato sfidat më të mëdha që i keni pas gjatë këtij rrugtimi? Sa ka zgjatë si rrugtim? A keni qenë të furnizuar me ushqime mjaftueshëm apo sa ka qenë e rëndë se ju keni shku edhe jeni furnizuar me pesha në fundit edhe jeni kthyer të ngarkum fizikisht? Vërtet po, du ta veçoj një rast kur zbashku me Luanin dhe me La Ibrahimin, kur kem hyrë në Kosovë me armatim, ne nuk ishim furnizime, edhe as siç e cekën në pyetje. Po. Kem pas rast kur kem hangër bukë mull, sepse s'kem pas me shka më ushqy tjetër. Dhe kur kem arrit tek brezi kufitar, te luginat e dyshet që thirret atje, aty ka qenë guri i kufinit i vendosur. Në pjesën ka Shqipnia, shkrujke Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, ndërsa në pjesën ka Kosova, shkrujke SFRJ me shkronja Cirilit të gjuhës serba atje. Dhe që të tre zbashku e kem hekat gur, dhe Luan Haradina e ka vendos komën mbi atë gur dhe me Kalashnikov ka shkrimi SFRJ, siç e theka në Cirilit, drejtum Kalashnikovin. Ky ka qenë moment madhështor, nga se ishte i pari që po hek gurin e kufinit mes shqiptarëve, ka Kosova dhe ka Shqipëria. Janë momente shumë emocionuese ato se. A keni rastet që keni qenë në luftime bashkë me të? Jo, unë... Apo zakonisht kanë qenë këto rrugtimet për furnizim? Luani, du ta cek atë se Luani, çdo herë kur ka ardhur në Kosovë, përveç asaj që ka sjell armatim, kam organizuar edhe aksione. Po. Dhe shumicën e aksioneve ai ka kryer edhe vetëm. Pa marrë askan tjetër. Dhe për luftime tash Luani ka rënë herët, do të thonë ka rënë me 6 maj 1997, brezin kufitar atje. Pa nis ato luftimet shumë intensive. Pa nis shembull që UÇK-ja dal publikisht dhe të krijoj vijat frontit me pushtuesin. Po ju veç keni pas rastin tutje që të merrni pjesë në luftime vet, domethënë, edhe a i kujton momentet më të vështira që i keni pas në përballje me serbët? Ndoshta humbjen e shokëve ose çka është diçka që edhe sot kur e kujton kështu e ki si plagë edhe të dhëmë? Po, si dihet këtu në zonën e Dugagjinit kanë qenë vijat frontit. Dhe janë zhvillu lufta tashpër me pushtuesin serb. Por ne mes rëndë e kem përjetu rënien e shokëve, edhe që sot janë heroj Mër Zeneli, Naser Ibrahimi, Sadri Zeneli, Dritan Zeneli, e shumë tjerë tash mos veçoj me emra, por po ashtu edhe rëmja e herojt Shkëlzen Haradini zbashku me shokët e tjerë që kanë aty. Këtu na kanë kriju shumë emocionalisht, na ka lëndu edhe motivin e luftës, por fol shokëve të tjerë, edhe në krye me gjeneralin Ramos Haradini, i cili qep ke kuraj dhe vullnet për të vazhdu luftën, u dashti të shëreja të plagë dhe të vazhdojë me... Ndoshta jeni motivu me idenë edhe të hakmarrjes pas fundjeve. Sigurisht, sepse neve edhe në legalitet, kur organizonim aksione, kryesisht, kur nisëm për në aksion, betoheshim në emrat shokëve që kishin ra, që do të hakmerremi në aksione që organizonim në stacionet të policisë serbe. Betoheshit në emrat e shokëve që do të hakmerreni për gjakun e tyne. Vërtet. Po matutje, ka diçka që
dënë me tregu. A keni pas rast për shembull me qenë ju keni luftuar në zona ndryshme me Ramushin, me Sharadinaj? Vetëm në zonën e Dugagjinit këtu. Po, s'keni qenë ajër bashkë në luftime? Apo? Jo, nuk kam pas rast që t'jem në vijat frontit bashkërisht me ta. Bashkërisht, jo, në rregull. Po familjarët e juj, se ju keni qenë mosh, çfarë moshe keni qenë atë kohë? Kur unë jam kysh në radhë të ushtrisë ligjore, kam qenë 24 vjeçar. 24 vjeç. Familjarët e juj, domethënë qysh e kam përballu kuptimin, ju keni shku në luftë, ato frikrat, a ka pas tendenca nashta me thonë herë mos ose Unë e thash në fillim, rezistencën që ka bojë Jabllanica. e ka bojë madhe i vogël. Po, jemi konë gjithë të angazhum në Nuk e organizim ka, që ta luftojmë pushtuesin që të mos ta lejojmë probleme. Ndërsa sa i përket në angazhim në grupin Gorill të radhës të ushtrisë ligjore të Kosovës, familjarët e mi nuk e kanë ditë. Nuk e kanë ditë. Jo, dhe Domethënë ju pjesa keni më e madhe e gjithë tjerëve nuk e kanë ditë që kanë qenë në radhë të SHK-s familjarët. Nuk e kanë ditë që janë në radhë të ushtrisë ligjore sepse neve kur jemi angazhuar, kemi bërë një betim që nuk do ta nxjerrim sekretin. derisa ka dalë publikisht. Derisa është vendosur që dal ushtria ligjore dal publikisht dhe ajo ka ndodhur me 28 nëntor të vitit 1998 në Llaush atje. Këtu du ta cek një detaj. Unë derisa jam konë në legalitet edhe jam martu. Jam martu në qershorin e vitit 1997. Dhe atëherë veç kishim fillu të intensifikojmë aksionet e bartën e armatimit e furnizimin në për zona tjera. Kështu që pjesën më të madhe të kohës nuk binte që të qëndrojnë në shtëpi. Dhe problemin më të madh kam pas me gruan atëherë. Nga sa ajo mendonte se unë isha u marr me çështje tjera. Çështje tjera, po. Që iluzionet asaj se kush e di çfarë. Normal, po. Dhe sa herë që kthehesh në shtëpi, Ka kërku shpjegim? Po, kërkonte shpjegime, qante dhe më lutej ndaj ose lëshom, unë shkoj tek familja eme sepse ti je rrugë qia, s'ka di çfarë asyshe, kështu që mos më merr në qafë. Çish reagoj kur e kuptoj mas nej për çka? Mandej atëherë o pendu për ato, por ato i kisha përjetuar vetë disa kohë që kam pas shumë probleme. Përkundër këtij presioni, se presioni grave është i madh tash. Por sekretin se kam tregu jo, sepse ishim betu dhe ishim dakordu me shok që të mos e nxjerrim sekretin. Nga se po ti tregoje dikujt se çfarë jep duke vepruar, ai nja 2-3 tjerëve, pastaj sekreti doli. Është dash me kriju një rreth besueshëm. Sekreti doli, por se atëherë armiku bante shmas që të siguronte informacione, qoftë për një grup, qoftë për një pjesëtar të grupit Gorill, ofronte çfarë do çmimi, vetëm që me hynë radhët të tyne dhe të ketë informacione se çfarë po veprohet dhe çka po planifikohet. Padyshim. Prandaj për këtë o dashur me rujt sekretin edhe tek familjarët më të afër. Po. Gjatë kohës luftimeve, që keni qenë këto, jo rrugtimeve, ka pas vështirësi të tilla si me mbet pa ushqim ose çuçi keni përjetuar ato raste? Se kam dëgju tash pothuajse nga të gjithë luftëtarët që kanë pas ditë të tona ndoshta që kanë mbetur pa. Vështirësi ka pas shumë sepse ofenzivat që janë zhvillu në zonën e Dugagjinit këtu dhe ka qenë një prej zonave që ka përjetuar më së tepër me ofenziva të ashpra për armikut, se ai e dinte që ku kishte rezistencën më të madhe në zonën e Dugagjinit, nga se ishim edhe si brez kufitar me Shqipërinë, ku janë gjitha furnizimet me armatime, me logjistikë për USHK. Prandaj këtu u zhvillonin në këtë zonë më së tepër me betejat e ashpra. Ka mbet pa ushqime se armiku në ofenziva tentonte çdo gjë me stopu, me bloku, po. Diçte çdo gjë, ta bante tokë djegu që mos kem as një gjë mbi tokë që mund të ushqehem apo ta ka gjetë forma me ju dobësu sa më shumë në forma të ndryshme. Ka qenë edhe qëllim kryesor i tyre që neve na sjellën situatë, qoftë ikim prej këtujt,
qoftë edhe të dorëzohemi, nga se kur të met pa ushqim, pa gjithatër, du të gjesh një zgjidhje, o të dorëzohesh, o të alëshosh komplet vendin. Po, në momente të tilla që edhe keni mujt me mbet, a keni mendu ndonjëherë mu të rjek? Apo qëllimi u ka një qartë edhe... Qëllimi ka qenë një qartë, kështu që neve kemi gjetë zgjidhje atëherë, ka mbet me ditë tona pa ushqime, por Çfarë zgjidhje? do shta me një buk janë ushqy 20-30 ushtarë, nga se një co buk e ndalim se cili me në tjetërin që spokut ka një kafshat, dhe ta haj se cili. Ka qenë kohë të vështira për gjitha. Padyshim. Po, pastaj pas çlirimit, ç'e pretet, ç'e kujtoni momentin kur ndodhin bombardimet edhe tutje, do më thonë pas lirimit tamam, e kam fjallën, që s'ka më sërp, ikën, se gjatë krejt kohës keni pas edhe humbje që shethev edhe vetë edhe vështërsit, po për shkak që jenë luft, nashta edhe nuk i shumë kohë me undalë edhe me mendu edhe e the që s'kemi mujt as mi vujt në ato momente. Nashta, a ju ka godit që atëherë ajo dhimbja, masi që është qliru? Po, Qysh ka qenë për juve? Po, emocionet kanë qenë përzira. Ashtë sa ka gëzimi për ardhen e liris, ashtë edhe për shokët e humbur edhe për gjithat që shka i shkatru në Kosovë këtu. Mirë po, prapë se prapë dëshira që neve të kryojmë shtetin, institucionet, për cilat brez pas brezi, Kosova ka vujt që me siguru ose me i kriju në këtë rallë ushtrin, policin, qeverin dhe të krijoj shtetin e vetë, atëherë jemi detyru që gjithë angazhimin ta japim ka krijimi institucioneve të shtetit dhe sa do pak ato plagët për me sanu që po synim që është arrit qëllimi që ky popull të ketë shtetin e vetë dhe tjetë zot shtëpia në shtëpinë e vetë. Po, nëse të pyes pak për gjendjen e veteranëve dhe invalidëve në Kosovën e sotme. Qysh e sheh? Sa vlerësoni gjithë që është bërë shumë pak. Është bërë pak. Dhe unë mund ta përmbyll me një fjalë. Po. Unë kam prit që institucionet e Kosovës të krijojnë ligjin mbi vlerat e luftës. Dhe po të shkriju ky ligj dhe tjetë funksional tani në këtë kohë, kish mujt me sanu gjitha. Qoftë për familjet e dëshmorëve, qoftë për invalid, qoftë për veterantë, qoftë edhe për viktimat e luftës, sepse çdo gjë kishte qenë rregulluar me ligj. Po. Mungesë këtij ligji, gjithçka mbetet pastaj e pa definuar dhe mbesin mangësi dhe më thonë mbesin keq të pa trajtuar në mënyrë shtetënore apo institucionale. E qartë, po. Për te kësaj, nëse ti ki diçka tjetër që do në me shtu, që do në me na tregu me nda me neve, e ki gjithkohën tonë. Nëse nuk ki diçka tjetër, unë e kisha përmbyll me një mesazh për juve, nashta për trinjt dhe për gjitha ata që nuk e kam përjetu luftë, nuk e mbaj mend. Nuk kam s'ka të shtoj, ishte kënaqësi që zhvillum këtë intervistë. Mesazhi për trinjt është që fatkeqësisht mund të thamë në Kosovë tani po vjen koha që kemi mangu rinin që të përna ikën prej vendit këtu. Po. Këtu brez pas brezi është derë gjak, është vujt, është punu që me kriju shtetin tonë dhe rinia e pasardhësit tonë ta gëzojnë këtë vend. Po. Kështu që apeli im është për trit, qëndroni këtu, punoni këtu, luftoni për këtu. Sepse asnjë vend nuk mohet atë dhevi juaj apo vendi juaj.
Hajdar, po të falenderoj shumë edhe për këtë mesazh shumë vlefshëm, patjetër. Po të falenderoj edhe për gjithë ato që e keni dhënë gjatë kohës luftës, po edhe për profesionin që keni sot edhe për vlerën e shtuar që jepni edhe sot institucionit ku ju jeni. Ishte kënaqësi edhe nder i veçantë. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve, suksese, ishte një kënaqësi edhe imja që të ndajmë këtë bashkë bisedim. Faleminderit. Miq të dashur, ne do shihemi në episodin tjetër. Gjithë mirat.